Ja ku filluam dhe për këtë episod mbi kqyrjet miq të dashur, e nisim direkt me kuriozitete mbi kafshët dhe specifikisht për ujkun, Beso. Po, kush na jep këto kuriozitete? Azan kafsha, kush tjetër? Ne japim kuptim negativ, po kafsha është një qenie që ka afsh, që merr frymë. Prandaj quhet kafsh. Po lapsha një interpretim shumë i bukur që vjen nga gjuha shqipe. Që vjen nga ty. Dhe ujku ndër ato që quhen kafsh ose qenie me ndëgjetje të ulës, si gjitar mamal, ujku është mbreti i kafshëve. Po pse? Një qenie që nuk futet në cirk, një nuk qenie futet në që cirk, nuk ka pranon bezdisje zgjidhje, një qenie që ushqehet vet, një qenie që ujku një qenie që ushqehet vet, Beso. Po kafshët e tjera si ushqejnë? Po tjerat i kojnë si duket. që tjetër, po është ruan veten, ruan zonjën e vet. Zonjën ulkonjën. Kujdeset për familjen në maksimumin e vet, edhe kur ngelet i ve, ai mban fëmijët ose i ushqen Po ata. jemi të sigurt që po flasim për ujkun aty. Hapjesën e vet, ditë nuk shqyen, ditë mbloj, nëse ka kapur pastron mjedisin, sepse mbasi ka ngrënë normalisht. Kur futet ujku në tuf në 200 dele, ai nuk i therr 200, a therr 2, 3, 10 ato që janë të smura me brucelos. Shikon ti. Viziton një herë pastaj i ha. Po çai ha, i therr. I fut thikën, imagjino ujku me thikë në dorë aty shok. Vetëm Sazani i di këto gjëra.